Gjykata e Durrësit ka caktuar masat e sigurisë për 8 persona të arrestuar pas arratisjes nga burgu të Altin Docit. Të 8 arrestuarit akuzohen për shpërdorim detyre në bashkëpunim, po gjykata vendosi arrest në burg për 3 prej tyre, 3 me detyrim paraqitje, ndërsa 2 të tjerë u lanë në arrest shtëpie. Në qeli u lanë shefi i komanduar i policisë së burgut Desdemont Pazaj, si dhe 2 efektivët Fation Baçi dhe Sali Ferrollari. Fillimisht, prokuroria kërkoi arrest me burg për të gjithë të dyshuarit, por gjatë seancës ndryshoi qendrim për 2 efektivët, Aranit Çela dhe Prenk Marvataj, për të cilat u caktua masa detyrim paraqitje. Në të njëjtën masë u la edhe Dorian Saraçi, ndërkohë masa arrest në shtëpi u caktua për Violeta Uka, specialiste informacione, si dhe për krye-infermierin e burgut Aulon Çuku. Avokatët mbrojtës kundërshtojnë vendimin e gjykatës dhe kanë bërë të ditur se do të ankimojnë atë, ndërsa hetimet për këtë çështje vijojnë. 3 persona janë lënë me arrest në burg, 2 prej të cilëve kanë dalë me arrest në shtëpi dhe 3 persona të tjerë kanë dalë me detyrim për të paraqitur për policisë gjyqësore. A jeni dakord me vendimin e gjykatës? Po, patjetër që po. Tani nuk ka asnjë gjë konkrete të saktë të paktën për klientin që kam unë, nuk e di tjerët, që të thotë që po, ke shpërdoruar detyrën dhe ke shkelur këtë nën të këtij ligji ose të kësaj rregulloreje. S'ka. Për klientin tim unë përfaqësoja krye-infermierin e EVP Durrës. Mendoj se vendimi i gjykatës që ka vlerësuar të ligjshëm arrestin dhe ka caktuar masën e detyrimit e arrestit në shtëpi. Për të është jo i bazuar në provën ligj, ndalimi ka qenë tërësisht i paligjshëm